Ish banori I Big Brother VP Kosova, Lim Hoti, vazhdon të mbetet një nga figurat më diskrete që kanë dalë nga ky forma. Ndonë se eksperienca e tij në shtëpinë më të famshme në vend e vendosi në qendër të vëmendjes së publikut për javë me radhë. Pas përfundimit të aventurës televizive, ai ka zgjedhur të qëndrojë larg ekspozimit të tepërt në rrjetet sociale. Së fundmi, Limi është shfaqur përmes një Instastory në Instagram, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve të tij. Ai ka publikuar një selfie nga dhoma e një hoteli, ku shfaqet I vetëm në një ambient modern dhe të qetë. Në imazhin e ndarë, ish banori duket I relaksuar, por ka zgjedhur të mos zbulojë asnjë detaj lidhur me vendodhjen apo arsyen e qëndrimit të tij atje. Ajo që ka rritur edhe më shumë kurreshtjen është fakti se postimi nuk është shoqëruar me asnjë përshkrim apo mesazh shtesë. Pa një caption sqarues, ndjekësit kanë nisur menjëherë aludimet. A bëhet fjalë për një udhëtim pune, një pushim të shkurtër apo një arratisje larg zhurmës mediatike? Në të njëjtën kohë, vazhdon të mbetet mister edhe statusi I tij sentimental. Nuk dihet nëse Limi vazhdon të jetë në një lidhje me Albën, pasi prej kohësh nuk ka pasur deklarime publike apo paraqitje të përbashkëta që do të konfirmonin raportin e tyre. Heshtja e tij në lidhje me jetën private ka shtuar spekulimet, duke e bërë çdo lëvizje të tij në rrjetet sociale subjekt diskutimi. Deri në një reagim apo sqarim nga vetë ai, mbetet për të parë nëse kjo dalje e fundit është thjesht një moment I zakonshëm nga përditshmëria e tij apo sinjali një kapitulli të ri në jetën personale të ish banorit të BK-s. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.